Dhe përshëndetje, unë jam Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani. Miqtë mi, data është 23, muaj është 6, vitit 2026. E martë, dhe si zakonisht. E përsërisim këtë si slogan kështu si zakonisht, sepse nuk ka asgjë që e dallon ditën e djeshme, ditën e sotshme, ditën e pardjeshme, përveç budallakive në skenën politike shqiptare këtu në Maqedoni. Dhe, më në fund, nëpërmes BDI-s u bë e ditur se çfarë ka ndodhur në atë që quhet kur kushtetuesja e ka abroguar vendimin e 2007-s lidhur me emërtimet e rrugëve, vendbanimeve e kështu me radhë. Dhe ai që nuk ka befasuar, por që dihe dhe flitej, tha e kanë të dy grupet, edhe BDI, për fat më ndaj, për fund t'ja lëm Vlenit. Këta menduan se duke mos e dërguar kërkesën në gjykatën kushtetuese, veç 2 vite po mundohen që të gjejnë emra dhe moduse se si ta kalojnë në qeveri e pastaj të lavdërohen se ne e bëm atë që se bëni BDI-ja 20 vite e kështu me radhë. U ngulitën të dy palët. Edhe u hoq vendimi i Komunës së Tetovës i vitit 2007 i kaluar nëpërmes Këshillit Komunal, lidhur me emërtimin e rrugëve, shesheve e kështu me radhë, dhe mbeten me gishta ngojë të dy palët. Por, faji është, unë kisha thënë më i madh është i Vlenit të tyre ditëve. Kanë mundur. Ta dëgjojmë se çfarë u tha sot në Shkup lidhur me atë që quhet vërtet është një nismë e cila nuk e di se ku mund të ndalet. Gjykata kushtetuese është arsyetuar sot. Për listën në përputhje me nenin 5, paragrafi 2. Kushtetuesja ka shpjeguar vendimin e saj për emrat e rrugëve në Tetov. Sipas tyre, gjykata kushtetuese 4 herë ka kërkuar nga Komuna e Tetovës të dorëzojë dokumentacionin e plot për vendimin e kontestuar të vitit 2007 për emrat e rrugëve, por komuna nuk ka dorëzuar as pëlqimin, as kërkesën për pëlqim të dërguar në qeveri, por vetëm listën e emrave të miratuar në vitin 2006. Po ashtu kushtetuesja në 3 raste i ka kërkuar qeverisë të dorëzojë pëlqimin e nevojshëm, por ai nuk është dorëzuar. Si pasojë e kësaj, nga shqyrtimi i dokumentacionit të dorëzuar, u konstatua se Komuna e Tetovës nuk ka dorëzuar kërkesë në qeveri për dhënien e pëlqimit të nevojshëm, as akt me të cilën qeveria ka dhënë pëlqim për listën në përputhje me nenin 5, paragrafi 2 të ligjit për përcaktimin e emrave të rrugëve, shesheve, urave dhe objekteve të tjera infrastrukturore, për shkak të së cilës gjykata konstatoi se ky kusht ligjor nuk është përmbushur. Për këtë reagoi opozitarja BDI duke i quajtur skandal që në 7 raste institucionet e udhëhequra nga Vlen dhe VMRO-DPMN nuk kanë ndërmarrë as hapin më elementar për mbrojtjen e emrave shqiptar të rrugëve dhe shesheve të Tetovës. Kjo sipas BDI-s është papërgjegjësi politike. Qytetarët kanë të drejtë të dinë kush vendosi që komuna të mos e mbrojë vendimin, kush vendosi që qeveria të heshtë. A ishte kjo pa aftësi, neglizhencë apo vendim i vetëdijshëm politik, në vend që të mbrojë një vendim që për 2 dekada ka qenë pjesë e identitetit urban të Tetovës, institucionet zgjodhen të mos veprojnë, pasojat e këtij mosveprimi sot i paguajnë qytetarët e Tetovës. Për çështjen e emrave të rrugëve në Tetov, u pyet edhe kryeministri, por tha se nuk komenton vendimet e kushtetueses. Mendon se vendimi i marrë për çështjen e emrave nuk është përfundimtar, por vetëm fillimi i një procesi që duhet të rezultojë me vendim. Tregoi edhe se çfarë ka folur me kryetarin e Tetovës kohë më parë për këtë çështje. Što inače su gospodin Bilog sami в минатото разговарахме за имиња на улици кои што се без број или со број. Ajde edhe njerë se këtu po krijohet një huti. Сами во минатото разговарахме за имиња на улици кои што се без број или со број. Да добијат имиња на луѓе кои што се заслужни за Македонија како независна држава. И јас стојам заради тоа затоа што не би било убаво да имате адреса без број или со број. Подобро да таа улица или некој булевар нема таков, но таа улица добија име на човек, личност кој што е заслужен за независна, демократска, суверена Македонија.
Ditë më parë, Komuna e Tetovës sqaroi se vendimi për riemërtimin e rrugëve nuk ka qenë asnjëherë plot fuqishëm, pasi siç theksojnë, qeveritë e kaluara nuk e kanë kaluar atë në qeveri dhe për këtë arsye nuk është reflektuar në kadastër apo regjistrin qendror. Komuna vlerëson se hapja e kësaj procedure tani, në një periudhë kur Tetova është pranë finalizimit të procesit të riemërtimit të zyrtar të rrugëve, synon të krijojë tensione ndërretnike. Po pra, nga kjo rezulton se dikush i ka bërë planet ndryshe, duke qarë tjetrin, duke bërë varin tjetrit, si është e fjalor popullore, bish vet. Dhe në popull kanë ra, nuk është për rëndësi. Dhe ju e dini se unë mbahem i mençur. Do më të mos jem i njanshëm. Emrat e rrugëve në Tetovë. 20 vite po bëhet politik, 0 përgjegjësi. Tamam tash vitin tjetër 2007-2027. Vendimi për emrat e rrugëve në Tetovë kanë nxjerrë në pah një realitet të hidhur pas 20 viteve. Asnjë rapalë politike nuk mund të lahet nga përgjegjësia. Në vend të zgjidhjeve institucionale, qytetarëve janë servuar deklarata politike, akuza të ndërsjellë dhe patriotizëm sezonal. Nëse dokumentacioni i nevojshëm nuk është siguruar që nga viti 2007, atëherë përgjegjësia nuk mund të hidhet vetëm mbi ata që qeverisin sot. Gjatë këtyre viteve, në Komunën e Tetovës, në qeveri dhe në institucionet shtetërore, kanë kaluar shumë struktura politike shqiptare dhe maqedonase. Askush nuk u kujtohet ta mbyllte përfundimisht këtë çështje dhe të siguronte bazën ligjore që emrat e rrugëve të mos viheshin më në diskutim. Nga ana tjetër, edhe qeverisja aktuale nuk mund të fshihet pas arsyetimit se problemi është i trashëguar. Kur një çështje me rëndësi identitare dhe simbolike për qytetarët vjen para institucioneve, detyra e çdo pushteti është të shfrytëzojë të gjitha mjetet ligjore dhe administrative për ta mbrojtur interesin publik. Heshtja, neglizhenca ose mungesa e reagimit nuk mund të paraqiten si sukses. Më shqetësues është fakti se emrat e rrugëve përshëndrohen në armë politike sa herë afrohen përplasjet partijake. Kur janë në opozit, partitë bëhen mbrojtës të kauzave kombëtare. Kur janë në pushtet, shpesh harrojnë premtimet dhe kujtohen vetëm kur shpërthen ndonjë krizë. Pra edhe një herë, qytetarët e Tetovës kanë të drejtë të pyesin ku ishin institucionet lokale dhe qeveritare nga BDI dhe tash nga Vlend gjatë këtyre 20 viteve. Kush duhet të siguronte dokumentacionin për në qeveri? Kush duhet të garantonte zbatimin e procedurave ligjore? Dhe pse kjo çështje vëlla të zvarritet deri në pikën ku sot secila palë akuzon tjetrën? Në fund, problemi nuk është vetëm te emrat e rrugëve, problemi është te kultura politike e mungesës së përgjegjësisë. Kur të gjithë kërkojnë fajtorin të kundërshtarit dhe askush nuk pranon pjesën e vet të fajit, humsit mbeten vetëm qytetarët. Edhe një herë, humsit e vetëm mbeten vetëm qytetarët dhe shqiptaria. Tetova nuk ka nevojë për patriotizëm me afat zgjedhor, por për institucione që kryejnë punën e tyre në kohë. Pas 20 vitesh është vështirë të besohet se kemi të bëjmë vetëm një gabim administrativ. Kjo histori është pasqyrë një politike ku përgjegjësia humbet ndërsa faturën e paguajnë qytetarët. Dhe shkoni në Komunën e Tetovës për një problem, dhe shikoni dhe mund të sosni punë ajo. Kjo është krejt është e pa kuptim çfarë po ndodh. Çfarë po ndodh. Nuk është okay, por unë do vazhdoj me te ne dhe të tjera për diçka tjetër. Dhe të ndalemi sot pak më shkurt, por më ndryshe dibi asaj që po ndodh në Shqipëri. Shteti shqiptar vërtet nuk ka nevojë për shumë çka. Është në NATO, askush sigurinë e saj nuk mund të prek. A shitet e nuk shitet e çështje tjetër. Dhe shqiptarët e Maqedonisë u ngritën prej këtu shkuën atje të protestojnë. A këtu problemet e tyre i lanë. Ja, protest më të mirë se për emërtimin e heqjen e emërtimeve të rrugëve ku ka. Edhe ndaj BDI-s të protestojnë, edhe ndaj Vlenit. Por, një njeri i cili këtyre ditëve dje lexoi 5 pikat për cilët duhet të ballafaqohet Edi Rama. Jo rastisht unë e njoh më mirë prej krejtëve këtu në Maqedoni. Dritan. Edi Rama i tha, është njeri i Iranit. Dini pse i thot? Dini pse i thot? Sepse njeriu baron me qirah, nuk është si Edi Rama njeriu është djali i një generali shqiptar, është vetë i shushtari i ÇK-s. Dhe unë kam protestuar për Dritanin dhe qëndroj mas asaj para ambasadës së Shqipërisë vitin 2023 në Shkup, që shteti shqiptar t'i japte. Kur Edi Rama tash merret në të kaluarën e tij sa gjës pas ka qenë UÇK. Dhe pyes Edi Rama. Atëherë, pse gjykata penale në Shqipëri
ngriti gjitha procedurët dhe pluhur. E mbajtë njerin 2 vite në përburgim. Dhe në fund, gjykata kushtetuese e Shtetit Shqiptar e pa të arsyeshme se Shteti Shqiptar nuk është nënshkrues i gjykatës së Hagës, është Kosova. Dritani nuk mund të lëvizë nga Shqipëria, për shkak se në Kosovë njërë dhe bërgosi. Është gjykata e Hagës atje ka vendlinje. Në Maqedoni dhe i bashkangjitem më njërë, në Greqi po ashtu, çdo kund, pra nuk lëviz nga Shqipëria. Dhe janë shumë qesharake. Unë dhe kësha dashur Dritani që t'ishte në atë që quhet rrogët e Iranit, por jo. Ka shumë çka tjetër për në njerë tjetër. Dritani sot, pasi djeja kërkoi 5 pika, për të cilat është shmendur Edi Rama, unë dhe thëmë Edi Ramës, pse nuk e bëre? Shqiptarët intelektualet e Shkodrës pyesin, pse nuk e bëre? Për pak më thash korridorin blu, edhe mund të thuhet. Autostradën e Adriatikut, nga Malizi në për Shqipëri deri në Greqi, nga Malizi deri në Tiranë, pastaj majtas rruga e Kombit, majtas pak më poshtë rruga e Elbasanit, kufiri me Maqedoninë. Pse? Sepse u morë vesh me Vučićin, që të mos e dëmtosh të kaluarën e shumë shteteve në për teritorin e Serbisë dhe të Maqedonisë. Pra, më i prishet nuk ka, bën matematikat e vetë. Dhe, unë nuk kam qenë me protestuesit, por më ka pëlqyer sot një deklarate e Dritanit. Ta dëgjoj. Cili kishte me qenë mesazhi i drejtuar gjithë shqiptarëve, veçanërisht Kosovës, nga ti? Që të vinë protestë sa më shumë? Shqiptarët e Kosovës nuk do të dëshirojnë që të vinin protestë, në mbështetjen e rrjeteve sociale, por jo në protestë, për arsye sepse kjo është një protestë për ndryshime politike në rrugën e Shqipërisë. Dhe nuk mund të vinë qytetarët e Kosovës të përkrajnë një protestë për ndryshime politike në Shqipëri, sepse atëherë edhe neve do na lindë drejta të vinim dhe të përkrajmë protesta tuaja për ndryshime politike në Kosovë. Dhe kjo do të na fusë në një vllazërasi. Ne nuk kemi nevojë për një vllazërasi. Ne kemi nevojë të mbarvajmë 2 shtetet tona, të fusim në një rrugë, të fusim në një rrugë të drejtë dhe pastaj më pas të çojmë drejt bashkimit. Po fitën shumë emra që do të jenë kryeministët që qeverisë teknike. Çfarë mendoni ju? Kush është më i mirë? Unë nuk e kam ide dhe nuk e hyj çështjeve të emrave. Nuk më intereson ajo. Nuk jam këtu as për emrat, as për qeverinë teknike. Jam këtu për dorëshën e një kryeministri, e një qeverie dhe pastaj është vullneti i popullit çfarë do. Po për ju si shqiptarë si qytetarë të Kosovës, a është e rëndë kur e sheh popullin ta kështu? Jo, kjo është kënaqësi. Është një soi sigurisht shihni popullin gjatë luftës në Kosovë, e cila na ndihmonte, na priste. Një gjë. E kam fjalën në aspektin politik se nuk është era e poshtë që kështu një popull ngrihet edhe kjo s'është e rëndë, kjo është gjë e madhe. Para 35 viteve është ngritur populli kështu. Ka një protestë të tillë popullore. Protestë të tilla nuk kemi kurrë. Gjithë kanë. Po pra, ky ishte Dritani dhe unë ju premtoj, nëse Dritani vjen diçka, ja, po lavdëron për çfarë. Unë dhe kryesori kush nuk kërkoj poste, por do të rregoj këtyre njerëzve që do vinë në shtetin shqiptar, se vinë, kush nga Maqedonia e meriton, kush nuk e meriton të jetë. Nga aktualet, nga të kaluarët dhe të. Pra, të u premtoj. Dhe pa asnjë pikë dyshimi të jeni të sigurt se nuk do mbaj anën e kërkujt. Për shkak se unë timen e kam bërë dhe duhet të bëj një të mirë për shqiptarët në Maqedoni. Ama jo për këta të cilët janë tash aktual dhe Ali Ahmet. Jo, të jeni të sigurt. As për Vlenin, as për gjeneratat e reja, po dhe për ndonjë intelektual. Jo të që i shifni si analistë. Të gjithë, mirë ka thënë Musa Xhaferi, Bithpa Muka, shiten për 100 euro. Dhe vazhdojmë të tej. Ndalemi në një problem mjaft interesant. Sot ka kaluar ribalansi i buxhetit në qeveri. Dhe tha, do të shpenzohen 179 milion euro më shumë. Ministritë e Mjedisit Qendror dhe Transportit dhe Lidhjes do të marrin më shumë jetë për shpenzime kapitale me ribalansin e buxhetit për këtë vit. Te Transporti dhe Lidhje e di pse, ai duhet të përfundojë disa punë në Pellagoni. Pra, për këto ministri tha Ministra e Financave Gordana Dimitrievska Koçovska duke komentuar projekcionet e buxhetit të balansuar, ribalansuar që sot u miraton nga qeveria. Ministria e Mjedisit Qendror do të marrë 2.3 miliardë denar për shpenzime kapitale, për cilën 1 miliard denar janë mjete nga llogaria e ministrisë nga kredi dhe burime të tjera. Transporti do të merr 1 miliard e 400 milion denar, pasi për shkak të realizimit
të fortë të projekteve. Kjo ministri tashmë nuk kam jetën në llogarinë për shpenzimin kapitale. Para do marrë dhe Ministria e Arsimit në vlerë për 426 milionë denarësh, si dhe Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, i cili kërkoi më shumë dhe mori 200 milionë denar shtesë për investime për rinovim të inventarit dhe pajisjeve. Një të shtetë do marrin edhe institucione tjera, por me vlerë më të vogël. Pra, 179 milionë euro më tepër për ndryshim nga ajo që ishte quajtur buxheti fillestar. E po, sa më fell ma ka lesh thonë të to. Dhe pa një pa dy ka reaguar LSDM-ja me të drejtë. Rritja e deficitit është konfirmim se buxheti është bosh. Dhe është e pasigurt nëse do të ketë para për paga dhe pensione. Kaq shumë vëmëroja kujdeset për qytetarët, aq shumë sa për shkak të sillet të tyre shpërndarëse, pagesa e pagave dhe pensioneve vihet në rrezik, tha Natasha Popović, anëtare e bordit ekzekutiv të LSDM. Sipas saj, me njoftimin për një rritje të deficitit buxhetor, qeveria shkeli brutalisht rregullat fiskale dhe ligjin për buxhet. Dispozitat ligjore përcaktojnë qartë se deficiti buxhetar nuk duhet të kalojë 3% e bruto prodhimit. Ministra Gordana Koçovska pranoi se nuk ka para në buxhet. Nuk ka para. Ta dëgjojmë. Почитувани, зголемувањето на дефицитот е потврда дека буџетот е празен и неизвестно е дали ќе има пари за плати и пензии. Ете колку на ВМРО им е грижа за граѓаните. Толку што заради нивното расипничко однесување во ризик е ставена исплатата на платите и пензиите. Со најавата за зголемување на буџетскиот дефицит, власта брутално ги прекрши фискалните правила и законот за буџети. Законските одредби пак јасно кажуваат дека буџетскиот дефицит не смее да надмине 3% од БДП. Министерката Гордана Кочовска призна дека во буџетот нема пари. Целиот планиран годишен буџетски дефицит е потрошен. Уште во првите 6 месеци од годината. Владата планира дополнително да го зголеми дефицитот и покрај претходните ветувања дека ќе го намали. Тоа е директна потврда на она што СДСМ го говори цело време. А продлабочувањето на дефицитот значи само едно: нови скапи задолжувања што ќе ги враќаат граѓаните и идните генерации преку повисоки камати, даноци и повисоки услуги. Po pra, pjesërisht ishte kjo një pjesë e intervistës që për gazetar sot e organizoi LSDM-ja në selinë e saj. Pra, atë që e thonë të gjithë, e thotë edhe LSDM-ja më në fund. E thotë. Ka pasur një lajm mjaft interesant sot i referuar nga studentët. Studentët Ziaudin Elezi dhe Rinor Bugjetsi e kanë çuar çështjen e korrespondencës në Shqip në Parlamentin Evropian. Studenti shqiptar nga Maqedonia e Veriut, Ziaudin Elezi, ka bërë të ditur se bashkë me Rinor Bugjetsin, kryetari i klubit të rinjve shqiptar në Kroaci, po e ngrejnë në nivel ndërkombëtar kërkesën e studentëve shqiptar për ta dhënë provimin e korrespondencës në gjuhën shqipe. Përmes një reagimi publik, Elezi theksoi se prej muaj studentët shqiptar në vend po kërkojnë të drejtën për ta zhvilluar këtë provim në gjuhën anëtare, duke cilësuar kërkesën si të drejtën e përputhje me statusin kushtetues të gjuhës shqipe në Maqedoninë e Veriut. Ai njoftoi se kanë dërguar një letër eurodeputet kroat Davor Ivo Stier, ku kanë paraqitur shqetësimet dhe sfidat me cilat përballen shqiptarët në Maqedoni. Ne të bashkuar nga çdo cep i botës, gjithmonë do të punojmë që zëri shqiptarëve të jetojë në çdo institucion ndërkombëtar, shkruan Elezi. Sipas tij, studentët dhe shqiptarët në Maqedoninë e Veriut mund të anashkalohen nga politika, por nuk mund të heshtën në kërkesat e tyre për të drejtat që u takojnë. Dhe është klub albansko Mladeži u Republikës Hrvatske, klubi i rinjve shqiptar në Republikën e Kroacisë. Kroacia është në BE dhe mirë u është kujtuar, shumë bukur. Tash deputeti Davor Ivo Stier e ka marrë kërkesën dhe do e lexojë në parlament. Ku për Maqedoninë. Ku për Maqedoninë. Nuk është okej. Dhe. Arben Tarafari sa herë që flet me prapavilën pasojë. Nga fshati Debresht i kanë reaguar Arben Tarafari për intervistën brëm të televizioni Shenja, ku tha, ndërmjet atyre që protestuan në Debresht dhe që thyen xhamat e komunës Gostivarit, pam edhe njerëz të cilët janë narkotrafikantë. Pra, dhe tash banorët e fshatit Debresht i reagojnë Taravarit, kërko falje ose të përballesh me padi. Ja reagimi plot.
Shoqata Debreshi, Forumi Rinor i Debreshit dhe Këshillat e Xhamive të Debreshit shprehin shqetësimin dhe kundërshtimin e tyre të plotë ndaj deklaratës së dhënë nga ish kryetari i Komunës së Kosovës Arben Taravari në një emision televiziv, ku ka pretenduar se në protestën paqësore për çështjen e ujit të pishëm kanë marrë pjesë persona të lidhur me narkotik. Kjo është një akuzë shumë e rëndë dhe fyese ndaj qytetarëve të Debreshit, një vendbanim me mbi 6.000 banorë, të cilët për më shumë se 20 vite përballen me mungesën e ujit të pishëm dhe kërkojnë zgjidhje përmes mjeteve demokratike dhe paqësore. Kërkojnë që Arben Tarafari të kërkojë falje publike dhe të sqarojë deklaratën e tij. Në të kundërtën, do të shqyrtojë mundësinë e ndërmarrjes së procedurave ligjore për mbrojtjen e dinjitetit dhe reputacionit të qytetarëve të Debreshit. Qytetarët e Debreshit do të vazhdojnë të kërkojnë të drejtën e tyre për furnizim me ujë të pishëm në mënyrë demokratike të qetë të organizuar. Shoqata Debreshi, Forumi Rinor i Debreshit dhe Këshillat e Xhamive të Debreshit. Qëndro Arben, qëndro. Ish numri 1 i BDI-s në skenën politike është grupi Tafali. Këta nuk besoj se Tafali. Nuk besoj, Arben, nuk besoj. Dhe ka reaguar sot ka reaguar me të drejtë Donald Trump. Atë që ka thënë gjatë gjithë kohës. Në konfliktin që ishim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në konfliktin. Evropa nuk na ka ndihmuar asnjë. Dhe pikë, s'ka në të çfarë kërkojnë më prej Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lufta me Iranin, unë nga fillimi jam dhe po e përsëris, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë shkallëmuar Iranin. Dhe Trumpi po bën lojra të tjera politike me Iranin. Bile Irani, unë kisha thënë se i ka kërmenuar kjo situatë dhe Trumpi është frer është. Bëri një luftë që kërkush se mori vesh me shumë pak dëmi dhe kjo është pika. Tjera shtetet janë tash në agjendën e Trumpit, duke filluar nga Kuba, duke përfunduar edhe në Brazil, në Amerikën Latine e kështu me radhë. Pra, nuk është okay. Dhe Senati sonte ka votuar për të kufizuar fuqitë e luftës së Trump në Iran, mesazh i fortë për presidentin, më thoi za. Pra, për fund edhe një herë, ishit me Mesut Shabani në podcastin Mesut Shabani. Dëgjojmë nesër më radh.